Një muaj pas ndarjes së parakohshme nga jeta të këngëtarit të njohur Shpat Kasapi, dhimbja vazhdon të jetë e freskët dhe e pashuar për familjen e tij. Bashkëshortja e tij, Selvie Yao, ka prekur thellë ndjekësit në rrjetet sociale me një postim të jetë emocional, duke rikthyer në kujtesë mungesën e madhe që kalon largimi i artistit. Përmes një Instastory, Selvia ka ndarë një video prekse, ku Shpat Kasapi shihet duke luajtur dhe kaluar çaste të lumtura me djalin e tij. Pamje të thjeshta, por të mbushura me dashuri, që sot marrin një kuptim edhe më të thellë. Krahas videos, ajo ka shkruar vetëm 2 fjalë. Një muaj pa ty, duke i shoqëruar me një emoj zemre të thyer një mesazh i shkurtër, por që flet më shumë se çdo fjalim i gjatë. Ky postim ka ngjallur reagime të shumta nga ndjekësit, miq dhe figurat publike, të cilët kanë shprehur mbështetjen dhe ngushëllimet e tyre për Selvien dhe familjen Kasapi. Komentet janë mbushur me mesazhe dhimbjeje, lutje dhe kujtime për këngëtarin, duke treguar se Shpati nuk ishte vetëm një artist i dashur, por edhe një njeri që la gjurmë në zemrat e shumëkujt. Kujtojmë se Shpat Kasapi ndëroi jetë më 26 nëntor, si pasojë një ataku kardiak, teksa ndodhe në Itali së bashku me familjen. Ata kishin udhëtuar atje për kurimin e djalit të tyre, një detaj që e bën këtë histori edhe më të rëndë emocionalisht. Lajmi i ndarjes së tij nga jeta tronditi mbar opinionin publik dhe botën e artit, duke lënë pas një boshllëk të madh. Gjatë karrierës së tij muzikore, Shpat Kasapi ishte pjesë e festivaleve të rëndësishme dhe solli projekte që u pritën me shumë dashuri nga publiku. Bashkëpunimet e tij, këngët plot ndjenje dhe zëri karakteristik e bën një emër të respektuar në muzikën shqiptare. Ai arriti të ndërtonte një karrierë të qëndrueshme, duke qëndruar gjithmonë pranë publikut të tij. Edhe vitet e fundit, Kasapi vazhdoi të ishte aktiv në muzikë, duke ruajtur popularitetin dhe respektin e fansave. Por përtej skenës, ai ishte mbi të gjitha një bashkëshor dhe një baba i përkushtuar, rol që e donte dhe jetonte me shumë dashuri. Sot, një muaj pas ndarjes së tij nga jeta, mungesa e Shpat Kasapit ndihet më shumë se kurrë. Kujtimi i tij vazhdon të jetojë përmes muzikës që la pas, momenteve të paharrueshme me familjen dhe dashurisë së pakushtëzuar të publikut. Videoja e ndarë nga Selvie Yao është një dëshmi e dhimbjes së heshtur, por edhe dashurisë që nuk shuhet kurrë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.